Hoxh, si vazhdo agjerimi për 6 ditë? Atëherë, pasi agjeron Ramazanin, pra ne agjeruam Ramazanin, alhamdulillah, ata që kanë borxhe, pra shlyj borxhet e agjerimit, pra të Ramazanit, më pas fillon me agjerimin e 6 ditëve të Shawalit. Dhe agjerimi i 6 ditëve të Shawalit nuk është detyrë, pra siç është agjerimi i Ramazanit, por ka një shpërblim tepër të madh. Është agjerim vullnetar, por që ka shpërblim të madh. Kuptohet për një hadith të profetit alayhis salam se kush agjeron në Ramazanin dhe pason atë me agjerimin e 6 ditëve të Shawalit, pra shpërblehet sikur ka agjeruar një vit. Dhe këto ditë nuk është kusht që ti agjerosh rjesht, pra mund të agjerosh një ditë sot, një ditë mbas një jave, pra nuk ka asnjë problem, pra të shkëputura mund t'i agjerosh, ama kanë shpërblim tepër të madh. Dhe ne jemi në muajin Shawal, pra ti mund t'ja fillosh qysh nesër, Zoti ju rujt.